Një avion luftarak finlandez FA-18 Hornet udhëzua të mërkurën pranë aeroportit të Rovaniemit në veriun arktik të Finlandës, por piloti fatmirësisht shpëtoi pasi u katapultua, than forcat armatosura. Nuk ishte detaje në lidhje me shkakun e aksidentit, i cili ndodhe në zonën e aeroportit të Rovaniemit, rreth orës 11 të mëngjesit. Piloti i cili shpëtoi duke u katapultuar në kohë, është dërguar në një qendër shëndetësore për ekzaminime të mëtejshme. Tymizzi mund të shihet duke u ngritur nga vendi i ngjarjes dhe disa automjete emergjencë u dërguan në zonë. Dëshmitarët okular thanë se e pan avionin ushtarak teksa fluturonte në qiell pak para rrëzimit. Sipas tyre ai duket se po fluturonte jashtëzakonisht shumë ulët mbi zonën rezidenciale si Vasenvara. Përpara se të përplasej në tokë, avioni u ngrit shumë fort dhe u kthye përmbys. Pastaj kaluan disa sekonda dhe pash një re tymit të zi, nuk pash zjarr, vetëm tym të zi të tmerrshëm, tha një dëshmitar. Zyrtarët e aeroportit thanë se nuk prisnin që fluturimet civile të prekeshin nga aksidenti. Policia rrethoi zonën për t'i hapur rrugë operacioneve të shpëtimit. Një hetim ka nisur tashmë mes automjeteve civile dhe forcave ajrore. Një takim i ministrave nordik të mbrojtjes po zhvilloi në Rovaniemi të mërkurën. Ministrat duhet të vëzhgonin ushtrime servitore, por kjo anulua pas aksidentit. Flota e forcave ajrore finlandeze avionëve FA-18 Hornet u dorëzua nga Boeing mes viteve 1995 dhe 2000 dhe pritet të dalë nga përdorimi deri në vitin 2030, duke u zëvendësuar nga avionët F-35 nga giganti rival i hapësirës ajrore amerikane, Lockheed Martin.